është detyrë kombëtare, Kreshnik, Kush do ta bëj këtë kur është detyrë kombëtare? Kush do t'i bashkojë shqiptarët? Më lejo të bëj një thirrje. Urdhëro. Është fundi i kombit shqiptar në rast se nuk reagoni janar shkurt mars të vitit 2026. Sepse të gjithë Bregdetin e kanë marrë hajdutët e rilindjes. Të gjithë kryeqytetin, të gjithë zonat bregdetare, shikoni, i kanë marrë investimet e krimit të organizuar, ministrat, ish ministrat, kryetarët e bashkisë, ish kryetarët e bashkisë. Së dyti po përgatitet vjedhja e dytë e kombit shqiptar, tradhtia e dytë dhe përfundimtare. Projektet malore, pra glabrimi i të gjithë zonave malore ku investimet të maskuara si nga vendet, nga milionerët, nga vendet e lindjet mesme, do vinë t'ju glabrojnë të gjithë ju mbështetës të rilindjes anti-shqiptare, që i keni votuar rilindjen, që është sekti më antikombëtar që ka 13 vite që shkatroi kombin. Prandaj, ky është rasti dhe momenti që i gjithë populli shqiptar të zbresin shesh, të mos shkoj në siglat e asnjë partie, po të gjithë bashk ta detyrojnë këtë regjim të dorëhiqet. Sepse në qoftë se prisni që Amerika t'ju udhëzoj vetëm Amerika, t'ju udhëzoj Edi Ramën, Amerika këtu është, ju e keni parë reagimin e ambasadës amerikane, ju e keni parë ardhjen e hetuesve të FBI-s, por jo vetëm, kërkesat, mesazhet e përditshme të ambasadës amerikane, mbështetjen e SPAK-ut, mbështetjen e BKH-s, vjedhjet e fundit që çdo ditë po ja publikon, po ja u tregon, dhe tani ka ardhur koha që ju të reagoni. Të reagoni pas sigla partijake, po bashkë me partitë opozitare, gjithë populli, sepse gjithë populli është më i madh se partitë opozitare. Absolutisht po, populli është më i madh se partitë opozitare dhe populli opozitar është më i madh